Sot dua të flas për ushqimin e recikluar. Nuk e di e pat apo jo, por në Shqipëri nuk është hera e parë, kanë kapur, Ora News e ka dhënë, një fabrik sallami ku merrnin mishin e kalbur dhe sallamin e kalbur dhe ripërpunonin dhe ja ushisnin sërish njerëzve. Një argument që prek secilin prej nesh, por mbi të gjitha fëmijët, dhe kur prek fëmijët, tani erdhi momenti që të flasim. Nuk kam folur asnjëherë për këtë, ndaj do të dëshiroja që secili prej jush ta shpërndaj këtë informacion dhe do t'ju lutesha kush është rastësisht dhe nuk i ka bërë ende like faqes, le t'i bëj like faqes, që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Tani nuk është hera e parë që në Shqipëri përpunojnë ose marrin mishra të kalbur ose ndoshta edhe të smur, duke i përpunuar dhe duke i bërë sallam, që t'ia shesin sërish njerëzve. Është turp, është marrëzi. Jo vetëm turp, po është marrëzi e madhe që sot në vitin 2025 tu shesësh fëmijëve, njerëzve një mish të kalbur, një që është sëmundje e gjallë. Jo vetëm kjo, por ato imazhet që treguan në Ora News me atë plastikën që plasmas i kalbur, plasmas i qelbur, ku sipër ti me mish të kalbur, dhe kjo u serviret njerëzve. Kjo është çnjerëzore. Është vërtet çnjerëzore sot viti 2025 të bëjnë gjëra të tilla. Sepse ata mendojnë, ata që bëjnë këtë, mendojnë që për një grusht para, nuk e mendojnë që ta vrasin tjetrin, po mendojnë që bëjnë vetëm para, pas ka problem. Por të mbani mend, po ja u them, sepse njeriu jeton në një skëter. Zakonisht shumë njerëz nuk informohen, sepse shumë prej tyre janë të informuar për atë punë që bëjnë dhe mendojnë që nuk, përveç asaj, nuk ka të tjerë që mund ta bëjnë ashtu siç e bëjnë ata, por janë të vetmit, ose të tjerë jetojnë në skëter sepse nuk kanë informacione. Dhe ignoranca mbulon gjithandej, por kjo nuk ndodh vetëm në trojë shqiptar, ndodh gjithandej, pra disa njerëz. Pse e them këtë? Sepse ata mendojnë sikur ja hedhin tjetrit për një grusht para. E përsëris, por nuk e mendojnë kurrë që ai me domate u ka hedhur hormone, domateve dhe specieve që t'i haja i tjetri, ai që bëri mishin, që përpunoi mishin e kalbur, që t'ja u jap fëmijëve dhe njerëzve. Pra, pa e kuptuar, edhe tjetri që po bën grurin dhe misrin, edhe ata që bëjnë grurin dhe misrin, hedhin pislëqe në miell që të shtojnë miellin. Po ja u them këtë. E kisha bërë një material para një viti dhe shumë njerëz e kuptuan, por të tjerë nuk e kuptuan se çfarë do të thotë. Mielli, që ta dini, mielli vjen nga, sepse nuk prodhohet shumë miell në Shqipëri. Dhe mielli që prodhohet në Shqipëri, ai që prodhohet, disa prej tyre shtojnë gjëra brenda miellit. I hedhin që të ketë volum, që ta shesin. Dhe se keni iden se çfarë hedhin brenda, nuk dua ta them, por informohuni. Bile unë do t'ju kërkoja të gjitha ekspertëve në Shqipëri të shikojnë mirë miellin se han fëmijët tuaj, e han familjar tu dhe vetë ju e hani. Të merrni, të bëni një ekspertizë dhe ta kontrolloni që të shikoni se çfarë ka brenda mielli. Përveç kësaj edhe produktet e tjera, sepse kontrolli është vërtet për tokë. Nuk më intereson fare nëse ndonjëri mendon që po tani e egzagjerove, pak rëndësi ka. Ky është fakt, e kisha thënë dhe para ca kohësh, por ky është fakt që Ora News, jo vetëm Ora News, por kanë kapur edhe të tjerë. Duke filluar edhe nga qumshti, nga buka, nga zarzavatet, nga perimet, edhe tani edhe sallami. Pra, si është e mundur që ti të marrësh një mish të kalbur, ta hedhësh në një plasmas të qelbur, aty sipër, me ato mizat sipër, dhe ta përpunosh atë së bashku me sallamin e skaduar, ta përpunosh që t'ia shesësh sërish njerëzve. Si është e mundur një gjë e tillë? Si? Ti vetë do ta haje, ai që e bëri këtë, ti do ta haje? E njëjta gjë pra, ti nuk mund t'ia shesësh këtë fëmijëve. Ndaj po shumë të rinj po vdesin në krah të prindërve. Është turp i madh. Sepse shumë është, shiko, nuk bëhet pis i pisti, sepse i pisti i pisësh, por bëhet pis i pastërti. Dhe fëmijët e rinj dhe të rinjt sot janë të pastër, sepse kanë ngrënë mirë, kanë jetuar mirë. Dhe këta kanë probleme më shumë se sa të vjetrit. Ne që kemi qenë të atyre kohërave, që kemi ngrënë edhe balt, edhe është ndryshe, se e kemi anektodën brenda, pra kemi antitrupat brenda, por të rinjt si ja bëjnë. Është turp i madh, e përsëris, dhe është mizori që sot marrin mishin e kalbur ose sallamin e kalbur që ta reciklojnë, që ta japin, t'ia shësin sërish njerëzve. Bile do t'i them, ka disa supermarkete
Po ja u them këtë. Këtë nuk e keni dëgjuar, por do ta dëgjoni më vonë. Ka disa supermarkete në Shqipëri që marrin produktet që kanë skaduar dhe u vendosin një celofan tjetër, pra një datë tjetër sipër. I heqin atë plastikën, e vendosin edhe një plastikën sipër dhe me një datë tjetër. Pa ai ka skaduar. Çfarë do lloj produkti është? Tani, këta mendojnë që ja hodhën popullit, ata të supermarketit, por nuk e kanë kuptuar që edhe vetë ata po vdesin. Mos se po vdisni veten, mos se po vdisni fëmijët, mos sepse po vdisni, po shfarosni atë popull, sepse nuk ka kontroll. Kontrolli nuk bëhet nëpër dogana, nuk bëhet nëpër vende pushimi, ose nëpër rrugë që të shikosh makinat kanë apo nuk kanë. Këto janë kontrolle banale. Kontrolli bëhet në ushqim, sepse ushqimi është themelor për trupin e njeriut. Ti, po kontrolleve ushqimi ke kontrolluar çdo gjë. Ke kontrolluar numrin e njerëzve, ke kontrolluar trurin e njerëzve, ke kontrolluar çdo gjë. Ato kontrollet e tjera janë thjesht për të bërë para, sepse i bën një job, sepse nuk të intereson shumë ty si shtet të bësh këto kontrolle. Sepse shteti mbahet pikërisht nga këta biznesmen të mëdhenj. Kështu që atyre, pra shtetit nuk i pëlqet shumë, por nuk e kanë kuptuar. Pra nuk i pëlqet shumë që të bëj kontrolle tek këta biznesmenet e mëdhenj, tek supermarketet e mëdha, nëse bëjnë pislë ose jo. Por pa e kuptuar, vrasin vetveten, sepse duke mos kontrolluar dhe duke e mbuluar fajin, ata vrasin vetveten, sepse sot i takon njërit, nesër do të takoj ty. E them këtë për të sensibilizuar mendjen e njerëzve, sepse e thash edhe një herë, derisa mbetet mes grupit të njerëzve, për shembull dikur, njerëzit kur vinte një moment që s'kishin më për të ngrënë, mund të hanin dhe ndonjëherë mish të kalbur, por po flasim kur në kohën e luftës. Dhe sidoqoftë ai mish i kalbur në atë kohë ishte mish i tij, sepse ishte lopa e tij, delja e tij e tjerë. Kurse sot bëhet për një mish të recikluar. Pra një mish që së pari ka ngrënë disa produkte që japin sot, nuk e dini apo jo, japin që të shëndoshet. Nuk janë dele apo lop të fshatit që ti thua okej. Dhe për më tepër, mos e shito burikat. Mbaj për vete. Nëse ti do ta hash atë mishin e kalbur dhe atë sallamin e kalbur, haje për vete. Mos ja shit popullit. Sepse në qoftë se keni vënë re, duke filluar që nga viti 2015 deri këtej, është shtuar në 39%. Kjo është e sigurt, sepse kemi folur dhe me mjekun e infektivit, me doktor Kastriot Mlyshin. 39% janë shtuar sëmundjet kancerogjene. 39% është tmerr. Pra që nga viti 90 deri në vitin 2015, 39% shtimi i sëmundjeve kancerogjene. Merrini me mend sot, kanë kaluar 10 vjet, sot jemi vitin 2025, unë jam i bindur që tani ka arritur majat. Në fakt, nëse keni vënë re, në çdo familje shqiptare ka një të smur me sëmundje të keqe, është turp i madh. Unë, aq sa mundem, dua të informoj njerëzit që janë të pa informuar dhe dua të sensibilizoj disa të tjerë që dëshirojnë që të njohin këto informacione. Kështu që do t'ju lutesha, nëse është e mundur, të lini komentin tuaj dhe ta shpërndani këtë video. Siç ju thash, nëse dëshironi, kjo është për të mirën e të gjithëve. Me aq sa mundemi. Sidoqoftë, mbani mend që informacioni është baza e dijes dhe dija është pushtet. Kështu që të jeni të informuar është jetike. Pres përgjigjet tuaja, ju falenderoj, kalofshi një ditë bukur.